Punëtorët e sektorit publik pagën e 13 do ta marrin në fillim të vitit, kështu tha kryeministri në detyrë Albin Kurti në një vizitë që pati sot në Telekomin e Kosovës, e ku theksoi se në mbledhjen e parë të qeverisë do të dërgohet vendimi për buxhetin e vitit 2026 dhe ajo për pagën e 13. Për të gjithë punëtorët e administratës publike me ligjin e buxhetit për vitin 2026, të cilin e kaluam një herë në mbledhjen e qeverisë me 31 tetor, për të cilin tash në legjislaturën e 10 kur të konstituohet kuvendi do ta kalojmë në 2 lexime. Kam thënë që me këtë ligj të buxhetit parashihet paga e 13, kush punon 12 muaj në administratën shtetërore i ka 13 paga, për paga e 13 nuk merret në fund të vitit, në dhjetorin e vitit 2026, por në vitin që do të nisë nesër. Do të merret në fillim të vitit varësisht kur konstituohet kuvendi dhe sa shpejt e formojmë qeverinë. Por në mbledhjen e parë, përveç në vendimin për ligjin për buxhetin 2026, gjithashtu do ta kemi edhe vendimin për pagën e 13 e jep në fillim të vitit, do t'i kemi edhe 3 të tjera. Por mos ta përsëris veten nga fshata para zgjedhjeve, sepse ato përfunduan të dielën, u përgjigj Kurti në pyetjen e gazetarëve.